Ana tjetër kemi investime madhore private në fushën e hotelerisë, ku janë ndërtuar dhe vazhdojnë të ndërtohen një numër i konsiderueshëm, një numër i madh hotelesh me 5 hyje, brende të ndryshme ndërkombëtare, që patjetër këto përmirësojnë akomodimin, pra qëndrimin në bashkinë e Imarës, por e ngrën Imarën në një nivel tjetër, në një turizëm atë që ne kemi objektiv, ne dhe qeveria shqiptare, që Imara, ashtu sikur se konsiderohet nga të gjithë, është një vend për një turizëm elitar dhe padyshim që drejt asaj po shkojmë. Nga vinë pushuesit dhe turistët? Janë nga i gjithë bota, ka gjerman, ka shumë italian, ka grek, ka domethënë realisht ka amerikan, ka pothuajse nga shumë vende të botës, nga i gjithë bota. Nëse do të kaloni, edhe sot do t'i shikoni këtu, por edhe në qendrën e Imarës, nëse do kaloni për ditë do të shikoni edhe në xhiro, po edhe në kafe do të shikoni nga njerëz pushues nga shumë vende të botës. Tregje të reja kemi këtë vit, duke qenë edhe lufta në lidhjen e mesme, si do të ndikojë? Edhe kjo mund të jetë një mundësi më shumë, por ne nuk i qëndrojmë thjesht faktit që ka luftë, ne po punojmë që të rrisim standardin e Himarës, të rrisim standardin për ushquesit imariot, në mënyrë që ne të mos varemi nga lufta, po të kemi një turizëm jo vetëm 6 apo 7 mujor, por një turizëm gjithë vjetor në Himar.